kemi kënaqësinë të zhvillojmë këtë bashkëbisedim me Atilia Kodnanin. Atilia, mund na tregoni diçka rreth fillimit të kishës mbas atyre viteve të errta të komunizmit? Είναι λειτουργία και πέσανε μετά. Όλοι καταστηθούν μετά το 97, είναι η κατάληψη των πάντα. Το χωριό είχε κόσμο, το σχολείο... Μελαγχολία. Τι να παλέψεις με όλες αυτές τις πέτρες. Jam, siç e thatë edhe ju, një dëshmitar okular se si është përjetuar mbyllja e objekteve të kultit gjatë regjimit komunist, por njëkohësisht na gëzon pa mas liria e besimit që tashmë 30 vjet kemi arritur në një përparim të jashtëzakonshëm ku merita kryesore i takon padyshim kryepiskopit ton Anastas. Kanë qenë vite të errëta dhe nuk mund të shuhet asnjëherë nga memoria ato ngjarjet dramatike që ka kaluar besimi, duke filluar në radhë të parë me një urrëtie dhe përbuzje klerikëve të nderuar që punonin me mishe me shpirt për të prapur fjalën e Perëndisë. Shenjat e para që shteti komunist ishin ato të vitit 1946, pasi u mor pushteti dhe u shpall Republikë, filloi një lëvizje antifetare, ku në radhë të parë u mbyllën seminaret, ku përgatiteshin priftërinjt, psalltët, punonjësit e kishës, ata që merreshin me logjistikën, me ekonominë, dhe u bë një mbyllje totale. Kisha jonë ishte e izoluar dhe mbaj mend deri në vitin 1967 vetëm 2 delegacione tuaja kanë ardhur dhe kanë vizituar qytetin tonë edhe vendin tonë. I pari ishte një delegacion i kishës ortodokse i Patrikanës ruse dhe tjetri ka qenë i një kishe unite që kemi pritur të gjithë klerikët në metropolinë e shenjtë nga Italia, si vazhdues të veprës të parëve që nga koha e emigrimit të tyre në kohën e Skënderbeut. Për sa i përket lirisë së besimit, ajo tani filloi të reduktoj pushteti, sigurimi i shtetit dhe e ashtu quajtur organizatë e rinisë apo komitetet e partisë vepronin në mënyrë të tërfortë edhe drejt për ndalimin e aktiviteteve kishtare, qoftë të shërbesave, qoftë të celebrimeve të tjera, dhe ato në një farë mase e larguan besimin nga populli besimtar.
Mund të them se në vitin 1964-65 filloi dhe prishja e kishave e këtyre monumenteve të ralla dhe përpasoi në qytetin ton me përjashtim të kishës së Profitit Ilia dhe ajo e gjymtuar, edhe pak a shumë dhe e burimit të dënës, të gjithë kishat e tjera u rafshuan, u prishën edhe morën destinacione të tjera. Po kështu në mbarë dhe oqezën tonë të Korçës, ku e noritë ishin të panumurta edhe klerikët po ashtu që shërbenin, kishat morën destinacione të ndryshme. Dikush u bë depo, gruri, dikush u bë qendër kulture, dikush u bë repart ushtarak, dikush u bë kinema, dhe të gjitha këto filluan që të merrnin një përmasë shumë të madhe dhe përpasoje erdhi viti 67, ato u mbyllën me një urdhër të veçantë me vendim të Komitetit Qendror si rezultat i dëshirës që kishte rinia për të mos patur me objekte kulti, por tani të ndërtojë njeriu i ri, ai që do të merrte në dorë fatet e socializmit dhe të krejtë shoqërisë socialiste. Dëmi ishte shumë i madh. Jam dëshmimtar edhe këtë periudhë kritike e kam kaluar edhe në shtëpinë time, mbasi babai në atë kohë ishte një prift me energji. Ishte në moshën 57-58 vjeçare dhe mbeti pa punë. Nuk u njojt as pensioni që kishin punuar në kishë. Pasuria e kishës u sekuestrua. Një pjesë e mirë e orandive, sidomos e selisës mitropolisë së shenjtë, u bë në pronë e restoranteve, e kampeve, e spitaleve, e vatrave të kulturës, dhe pjesa tjetër kishtare, ikonat, lambadarët, proskinitarët, të gjitha pajisje e tjera që nevojiteshin për besimtarët, u sekuestruan, u mblodhën në një vend, edhe destinacioni i tyre edhe sot e kësaj dite nuk u dihet. Pra, me ardhjen e demokracisë dhe të ndryshimeve që pësoi vendi ynë, neve nga e kaluara nuk trashëguam asgjë. Kishin mbetur në diocezën tonë pak pritëri, midis tyre baba im, atë Kristorasi në fshatin Dardhë, ishin dhe 2 klerikë të tjerë të moshuar që nuk u kthyen sepse mosha nuk i linte. U bë organizimi i parë ku pati shumë njerëz me dëshirë, me përkushtim. Ekzistonte baza njerëzore dhe për këtë jemi mbledhur në shtëpinë e motrave Cica. Atje është folur se si duhet të organizoshim, si duhet të vepronim, çfarë duhet të bënim, por kryesorja ishte se mungonte hierarku. Ju falenderoj të gjithë dhe ju për lutjet dhe për gjithçka tjetër që keni bërë, edhe le të kujtohemi vazhdimisht për njerëzit e tjerë. Ka njerëz që të mbajnë besimin e vështirë, të transmetuan edhe tek tjerët. Dhe ato folën ndoshta pa fjalë, shumë më tepër fjalë se sa flasim ne duke folur, sepse besimi flet vetë. Unë vetëm diçka të vogël ju kujtoj nga motër Marika, kujtohet kur e kam takuar për herë të parë, mund të qenë para 25 vjetësh. Ajo që vura re tek ajo gjë ishte pikërisht ajo që mungon shpeshherë në jetën tonë, një gëzim. Dhe i gëzimi është vetëm nga njerëzit që realisht e kanë prekur realitetin tjetër. Nëse nuk prekesh nga Zoti, nuk ekziston dot ai lloj gëzimi. Megjithëse ishin vështirësi, megjithëse kishin shumë mangësira në jetën e tyre, nga ato që ndoshta sot njerëzit nuk i kenë, ato e kishin gëzimin. Dhe kjo është një shenjë që e njeriu që jeton me Zotin, ai do ketë gëzimin. E duke pasur gëzimin, ai do ketë jetën. Dhe jeri përjetshëm që kujtimi i saj, ju falenderoj të gjithëve. Mungonte kreu i kishës, edhe me sa di unë, në atë kohë, në gjithë Shqipërinë,
numri i tyre nuk i kaluante më shumë se 17 veta. Dhe të gjithë këta sot, për të ardhur keq, pasi mosha bën të sajnë, kanë ndruar jetë, kanë fitur me Zotin, me shpëtimtarin tonë Jesu Krisht. Por vepra e tyre, puna e tyre, nuk do të harohet asnjëherë. U ngritën këshillat e para dhe duaj që të bëjë një shërbes që njerëzit të orientoheshin. Vend se ku mund të zhvillohej nuk u kishte, mbasi të gjitha kishat ishin të mbyllura, të shkatëruara, ishin pronë e shtetit, edhe u vendos që me datën 6 janar të vitit 1991, ditën e ujit të bekuar, Theofanis, të bëj një shërbes në sheshin e Shëndriadës, atje ku ndodhen sot vërezat e qytetit. Pjesëmarrja ishte e jashtëzakonshme, mund të ishin rreth 15-20.000 veta. Policia ishte e pranishme, u morën masa nga këshilli i kishës, që ajo të organizoj sa më mirë, i arriti qëllimit, dhe Papa Kosta, baba im, në atë moshë 85 vjeçare, krijo më së miri, së bashku me njerëzit që rrethonin, edhe shtëpia jonë atë ditë ka qenë me gëzuara, me lumtura, prisim dhe përcjellnim njerëz ku oronin që lavdi Zotit që Perëndia nuk na ka braktisur asnjëherë, por ja që ishim të vdekur edhe Zoti na ngjalli. Pra kjo ishte shërbesa e parë, si thuash, shërbesa e parë në qytetin e Korçës. Kjo ishte shërbesa e parë, me qenë se ka qenë një dimër i acartë, shumë i ftohtë, vazhdoi me shërbesën e ditës së kremtes së Shën Thanasit. Baba im ka shkuar në fshatin Polenë, në fshatin e lindjes së tij. Temperatura ishte -18 gradë, një kohë e ftohtë, por fshati ishte i gjithi në këmbë edhe i pranishëm në kishën e rrëzuar të Shën Thanasit. Në qytetin e Korçës, në kishën e Shën Thanasit, ka ardhur i ndjeri i Zot Kozmaj, episkopi i Apollonis, në të kohë prift, sepse ai ishte një njeri i nderuar, i njohur dhe kishte bërë edhe shërbesa të fshehta gjatë periudhës së komunizmit, dhe të gjitha këto bënë që edhe shërbesa në qytetin e Korçës dhe në fshatin e Polenës të blidhte shumë besimtarë dhe shenjat e para filluan të ishin të kënaqshme. Mund të them se ato ditë ishin të vrullshme, ishin të kënaqshme. Mund të them që periudha më e mirë e jetës sime është kjo periudhë, ku njerëzit dëshironin të merrnin përsipër detyra të jashtëzakonshme, detyra që t'i kryenin sa më mirë, që të pajisnin me mjete logjistike kishat, të bënin përpjekje dhe ndërhyrje në komitetet e partisë, komitetet ekzekutive për rikthimin e pronave, dhe mund të them që prona e parë që është kthyer ka qenë Selia i Mitropolisë, dhe e cila përdorej si kishë për përgatitjen e kuadrave të partisë. Njeriu drejtori i asaj kohe, me pozitë shumë të lartër, ishte sekretari i parë, urdhëroi që kursi të mbyllej edhe pronat i kalonte kishës. Pastaj fillua me radhë edhe kishën e Profitit Ilia, e cila ishte një klub, edhe morëm edhe pjesën tjetër të kishës Burimi të Dhenës, mbasi ajo funksiononte edhe si muze kombëtar i arsimit, po njëkohësisht edhe i ikonave të grumbulluara, dhe iniciatori i kësaj ka qenë
i ndjeri dhe i parëvari, Theofan Popa. Mund të them me plot bindje se të gjitha këto u arritën, kishim një harmoni dhe një dashuri, por mungonte njeriu kryesor që të vazhdonte përsipër të merrej me organizimin dhe drejtimin, të merrej me qeretonisjen e klerikëve, mbasi shumica ishin pleq të moshuar edhe po i linin vendin njerëzve të rinj që nuk u kishin mundësi ku të arsimoheshin, ku mundet të studionin, ku mundet të shërbenin, cilët ishin ata. Por Perëndia asnjëherë nuk mund të harrojë popullin e saj besimtar. Atëherë në ato kohë që ju po përshkroni Atilia, pra në fillimit e kishës, pati dhe një dëshirë gjithashtu për riorganizim kishtar, dhe në mos gaboj ka qenë dhe formimi një këshilli i kishës ortodokse në atë periudhë. Çfarë ishte ky këshill dhe çfarë funksioni kishte, çfarë donte të arrinte ky këshill? Mbasi ishin bërë disa shërbesa të shenjta në mbar Shqipërinë, si në Korçë, në Gjirokastër, në Berat, duhej që puna e filluar të merrte përpjesëtime. Dhe u pa e nevojshme nëpërmjet këshillit të Korçës, i cili ishte nismëtar, për ngritjen e këshillave të tjera në bazë vendi. Dhe një ekip i drejtuar nga Sotir Bambulli, kryetari i këshillit të asaj kohe, shkoi në të gjithë qytetet kryesore të vendit, mori takim me besimtarë dhe me njerëz që ishin pranë kishës dhe me dëshirë për të punuar, u ngritën këshillat përkatëse dhe u pa e arsyeshme që të bëj një detajim të kishte një këshill qendror deri në ardhjen e një mitropoliti. Dhe për këtë, sipas mundësive, se ishin dhe kushtet të dimri edhe në vështirësi në transport edhe në akomodim, u ra dakord që më datën 17 janar të vitit, më datën 17 të mars të vitit 1991 të organizojë në Korçë mesha hyjnore që përkonte me të dielën e parë të ortodoksisë, njëkohësisht të bëj edhe një mbledhje e përgjithshme kur të zgjidhej një këshill për të drejtuar punët deri në formimin e sinodit apo në ardhjen e një eksarku apo të një mitropoliti. Kujtoni persona antartë, si thua, të këtij këshilli që u angazhuan për funksionimin e tij. I kujtoj me nostalgji, mund të them, edhe me një respekt, mbasi shumica e tyre ka ndruar jetë. Nga Korça kanë qenë atë Kosta dhe atë Kristarasi, ka qenë Sotir Bambulli, nga Pogradeci i ndjeri ato Giovanni, nga Elbasani Spiro Velje, Peript, nga Tirana atë Gaçi Petri dhe Djakon Spiro Findiku, edhe Apostol Feshti, nga Durrësi ka qenë djali Evangel Flepit Kozmaj, nga Fieri ka qenë Marko Veshka, nga Berati ka qenë atë Evangel Zoze dhe Ilia Zaka, ka patur edhe përfaqësues edhe nga Gjirokastra edhe nga Vlora. Kjo ishte, si thuash, baza dhe bërthama që u krijua ky këshill, që të vepronte në një unitet dhe u la që qendër kryesore të ishte Korça dhe në ardhjen e eksarkut apo mitropolitit apo dhe formimit të sinodit të shenjtë, me shpresë që ajo të transferojë kryesia në Tiranë. Në këtë periudhë ishte dhe aktivizimi nga diaspora e kishës sonë ortodokse në Amerikë dhe siç e dim kemi dhe ardhjen dhe mbërritjen
Tiranë, Rinas, të atë Artur Liolinit, nga kisha ortodokse e shqiptarëve në Amerikë. Ai erdhi për të parë gjendjen këtu në Shqipëri. Çfarë bëri ai, Atilia? Më kujtohet shumë më mirë ardhja e Artur Liolinit, kancelar i kishës shqiptare në Amerikë, mbasi u bën në përpjekje për të investiguar, për të kërkuar, për të zbuluar ndonjë klerik të shkallës së lartë, jo vetëm që në vend nuk ekzistonte, por edhe në diasporë dhe me gjerë nuk kishte klerik të këtij niveli. Në Amerikë ishte atë Artur Liolin, kancelar, por edhe ai ishte prift. Megjithatë, ai bëri një vizitë në të gjithë qytetet e Shqipërisë në vitin 1991 në qershor. Erdhi edhe këtu në Korçë? Erdhi edhe këtu në Korçë, bile pritje ka qenë shumë madhështore. U njoh me të gjithë nevojat, bile ka bërë edhe shërbesa si liturgji hyjnore në kishën e profetit Elia jashtë, ka bërë edhe pagëzime, dhe pasi u njoh me rezultatet, ju kërkua edhe nga ana e qeverisë asaj koshme, nga presidenti i kohës Ramiz Alia, që ai po të kishte mundësi të vinte dhe të organizonte dhe drejtojte kishën. Mbasi nuk njeheshin dhe mirë rregullat kanonike të kishës. Ai këtë gjë nuk e pranoi, jo vetëm nga që s'kish mundësi, por siç duket ishte më mirë edhe në vendin e tij, atje ku ai ishte lindur dhe kishte ushtruar detyrën e shenjtë të klerikut, dhe këtë gjë ai nuk e pranoi. Pra, si thuash, edhe shteti shqiptar nuk arriti dot të ndihmonte në ringritjen e kishës në rastin e atë Artur Liolinit. Dhe çfarë ndodhi më pas? Dhe duke parë që mundësitë nuk ishin, por patrikana që ishte shumë e vëmendshme e asaj kohe, dhe më kujtohet Patriku Dimitër, kish menduar, edhe siç duket bisedime edhe të fshekta në konfidencë, që të dërgonte një përfaqësues të patrikanës si eksark, për të evidentuar shkallën e dëmeve të bërë nga regjimi, për të evidentuar gjendjen e kishave, klerikët që ishin gjallë, njëkohësisht të raportoi edhe të merreshin masat e mëtejshme, që edhe kjo kishe shumë vuajtur, të ishte e barabartë ndërmjet kishave të tyre, të shenjta. Dhe kështu u bë, nuk mungoi shumë, në vitin 1991 në muajin korrik, vjen si eksark i patrikanës ekumenike i Mzoti Anastasi. E mbaj mend shumë mirë ardhjen e tij në qytetin e Korçës dhe pritjen e tij për herë të parë dhe në raportin e Rinasit.
Hapuni. Jo. Po që bërë kështë, më pas. Hapuni që. Dani dhe i që, po këtë mundësi. Ishte një atmosferë shumë gazëlluese, shumë elektrizuese. Pritja, sidomos në qytetin e Korçës, ishte madhështore. Unë e kam cilësuar në miniaturës si hyrja triumfale e shpëtimtarit tonë Jesu Krisht në Jerusalem. Në mos gaboj ka qenë mbas gjithë ato viteve një despot që shikonte Korça, besimtarët korçar të gjithë. Ishte një despot edhe shumë veta nuk u kishin parë, sepse kishin kaluar një periudhë 23 vjeçare. Shumë veta nuk u kishin kryer rritet e duhura, ishin të papagëzuar, të pakurorzuar, të pavarosur me klerik, dhe nevojat ishin sa aq imediate, sa të forta, aq edhe të padurueshme, që kur të shojë kur do të vinte njeriu i dur për organizimin, drejtimin. Lavdi Zotit. Lavdi Zotit. Lavdi Zotit. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Θεού για την εξαιρετική αυτή μέρα που μας χαρίζει. Le të jetë i bekuar emri i Zotit për këtë ditë të shënuar që na caktoi. Por ja që Perëndia kishte menduar, patrikana pa ashtu të cilën e falenderojmë, dhe erdhi njeriu i dur, ai që ne sot e kemi një kolonë të fortë, drejtuese, organizuese, ripërtëritse, një burim frymëzimi edhe për klerikët që gjeti, por edhe neve që jemi të mëvonshëm edhe përruajmë stafetën e tyre. Atilia, ju nisët të na përshkruani atë ditë kur erdhi kryepiskopi Anastas. A pati në një vend takimi, një mbledhje me besimtarët, apo një shërbes diku? Grumbullua diku në një vend? Po të fjalos, edhe në Tiranë kushtet ishin të papërshtatshme, sepse kisha e shëvangelizmojt ishte një palestër, dhe ishin improvizuar disa ikona dhe një ikonastas prej kartoni, prej letre, dhe gjendja ishte katastrofike. Nuk u kishte vend ku të akomodoj, nuk u kishte një selim metropolitane, dhe vuajtjet ka qenë të shumta. Më kujtohet kur ka ardhur eksarku apo kryepiskopi i sotëm, marrë borç një makinë nga metropoliti i Kosturit me një shofer për Kosturit, dhe e shoqëronin disa njerëz të nderuar të respektuar, ku mund të përmend Kirie Galitin, atë Konstantinin, shoferin shumë të vëmendshëm, i cili e ruante më çdo kohë. Rrugët ishin të shkatëruara, ishin me gropa, ishin me kaldrem, ishin pa vizime, dhe ajo makinën aq e re dhe aq e mirë kishte, kur përfundoi misioni një mujor që kryepiskopi nuk la qytet edhe vend pa e vizituar, ajo u bë për të hedhur, kur i thona, në një varrezë. Por kryepiskopi mësoi shumë. Në radhë të parë u dha shpresë të gjithë popullit besimtar. Çfarë u thoshte konkretisht? Që kisha të organizoj. Për herë të parë kam dëgjuar nga goja e kryepiskopit: Perëndia me ne, Zoti me ne dhe ne me Zotin. Krishti u ngjall së vdekurësh me vdekjen vdekjen shkeli dhe të varrosurve jetën u fali. Në çdo predikim, në çdo takim, Krishti u ngjall, vërtet u ngjall. Cila Perëndia është aq e madhe sa Perëndia jonë. Dhe mbi të gjitha mund të them që duke parë elementi keqperës se kisha po filloi të drejtoj dhe të organizoj, në shumë venda edhe na pengonin.
Të shumta kanë qenë protestat, të shumta kanë qenë ankesat që pengoheshin nga njerëz ateistë, nga njerëz që nuk e ndeshnin për parimin dhe lullëzimin. A keni ndonjë rast të tillë për shkakun që mund ta përshkruajmë shkurt? Fare mirë mund të sjell kur kërkuam që të ndërtohej një katedrale e re në qytetin tonë, mbasi kisha e vjetër ishte kthyer në muze. Kryepiskopi premtoi që do të bënte çmos që populli besimtar të Korçës t'i dhuronte një kishë dinjitoze, një kishë të madhe që të kishin mundësi që të faleshin si popull i shumë vuajtur. Edhe u zgjodh një vend, jo këtu ku ndodhet sot, por elementet KGB-s shkuan edhe dërguan letra në presidenti i asaj kohe, Sali Berisha, në kryeministri Aleksandr Meksi, në kryetari i Kuvendit popullor që ishte Pjetër Arnori, dhe në këtë mënyrë ata vendosën që të ndërprisin punimet në vendi ku ishte caktuar kisha sot Lulishtja Vangjushmio. Atëre, kryetari i shtetit thot vetëm në atë vend mos e ndërtoni, sepse do të kemi probleme me anën tjetër. Ndërtojni në çfarë vend të doni. Atëre u pa e arsyeshme, ky vend ishte bosh, por kishte rreth një 7-8 pronar, të cilët u kompensuan, dhe filloi ndërtimi i katedrales në vitin 1994. Këtu, për herë të parë, nga goja e kryepiskopit kam dëgjuar fjalën postulat. Edhe gurët që na odhen mbi kokë, do t'i marrim edhe me ato do të vendosim në themelet që të ndërtojmë kishat tona. Kjo na entuziazmoi, na dha korajo, na dha, si thuaç, forcë dhe guzim, dhe të gjithë njerëzit, siç e theksova dhe më lart, kishin dëshirë të madhe që të jepnin kontribute. Jo vetëm në vlera, sepse ato ishin minimale, por ishin me dëshirë, ishin me shpirt, dhe kështu u veprua nëpërmjet pengesash, vështirësish, u kthyen dhe sot juve e shikoni se si ka ndruar faqja. Pikërisht, doja të ndaloja tek ajo periudha e ardhjes së kryepiskopit dhe statutit që kisha ai si egzark, pra i dërguar i patriarkanës. Ndërkohë, përmendëm dhe këshillin pak më parë, këshilli vazhdonte, funksiononte gjatë kohës që ishte edhe kryepiskopi, i sotëm ishte egzark, apo jo. Dhe një nga iniciativat që ka patur ky këshill me një përfaqësi të zgjedhur ishte pikërisht vajtja në patriarkan dhe kërkesa që i Mzot Anastasit ishte kryebariu i kësaj grigje të vuajtur këtu në Shqipëri. Shumë e drejtë, është një pyetje me vend, është një pyetje kyçe. Duke parë punën e madhe, organizative, studimore, shkencore të themi, dhe vizionin e gjerë që kish eksarku i atëshëm kryepiskopi sotëm, popullit i pëlqeu, edhe mezi priste që të gjendej qelsi se si ai të merrte në dorë fatet e besimit. Në fillim ai kishte shumë të vështirë, por duke parë kërkesat e shumta që vinin, jo vetëm nga populli, por edhe nga këshilli që në atë kohë ishte i zgjedhur prej konferencës të Korçës, të 17 marsit, atëre u pa e arsyeshme që të shkonte një delegacion në Patrikan e të kërkohet Patrikut që
po të ishte mundësia eksarkun të ne caktonte si kryepiskop. Patrikana e mori parasysh, e falenderojmë, e kemi falenderuar edhe do të falenderojmë edhe në të ardhmen, sepse u dëgjua zëri i besimtarëve, i popullit të shumë vuajtur, dhe kryepiskopi e pranoi me dëshirë, por edhe me një kryq të madh. Pra pavarësisht se patriarkana e zgjodhi atë si në fillim si eksark dhe pastaj ajo që është më e rëndësishme si kryepiskop të kishës ortodokse ato që fale të Shqipërisë, me sa po na tregoni, kuptojmë që indicet e para kanë qenë nga brenda këtu, nga ortodoksët e Shqipërisë, apo jo? Ishte një shkëndijë. Ishte nisjet e para sigurisht që ndodhen, por më do themi si një mizë pa kokë, sepse për organizimin dhe drejtimin duhet të jetë aq më tepër shkalla hierarkike që mungonte në çdo drejtim. Dhe duke parë këto, edhe duke parë vendosmërinë, u bë e mundur që ky mendim i patrikanës, që e dërgovi në fillim si eksark, edhe pastaj e caktovi si kryepiskop, kjo është një arritje që u materializua dëshirat e të palëve, edhe e besimtarve, edhe e këshillit, ashtu dhe nga ana e kryepiskopit, im zot Anastasit. Unë mund ta quaj kryepiskopin një njeri poliedrik, një njeri të shenjtë që me urtësi, me zgjuarsi, me mençuri, me aftësinë e të kuptuarit të shpejtë, të mendjeve të ndryshme, ai diti të triumfojë, të dalë mbi ujë, si punë e asaj tapës që nuk zhytet asnjëherë, dhe të ndërtojë këtë vepër madhështore që edhe njerëzit e tjerë që e krahasojnë fillimin me punën e tij, është një vepër e Perëndisë. Jemi krenar që edhe sot jemi vazhdues të veprës së tij, nuk e kemi arritur dot atë, sepse duhet shumë punë, por të mundohemi që shembullin e tij ta materializojmë jo vetëm në jetën tonë pastorale si klerikë, por duhet të imitojmë edhe mënyrën e jetesës të folurit, të shprehurit, të komunikimit ashtu siç ai i ka dhe i realizon shumë mirë. Ai ka të bëjë me pleq, bëhet plak. Ka të bëjë me të rinj, bëhet i ri. Ka të bëjë me gra, bëhet femër. Ka të bëjë me burra, bëhet mashkull. Dhe në këtë mënyrë ai i plotson më të mirë kronizën e një të qenurit, njeri i nderuar, i respektuar dhe i shenjtë. Unë më kujtohet shumë mirë Ilja që u bë në nenet e Kushtetutës të 94-s. E artuar posaçërisht që komunitetet fetare, udhëheqësit e tyre, të kishin më shumë vite qëndrimi në Shqipëri se sa presidenti apo kryeministri. Që këtu dukej ajo Ilja që nëpërmjet kryepiskopit tonë, i cili që i vetëm juaj, se të tjerët i plasonin të gjitha kandidat, duke bazuar në këto nene, ai mund të largojë lirshëm. Këtu gërshetohet mrekullia e Perëndisë me dëshirën e zjarrtë të popullit besimtar që ai nuk mund të largohej. Kemi bërë një mbledhje në shkollën e Durrësit, por ishim në seminar, edhe po trajtonim mënyrën se si të silleshim neve në qoftë se kryepiskopi të largohej. Dhe për këtë më kujtohet shumë mirë fjala e tij kur tha:
unë duan apo s'duan, do më heqin apo nuk do të më heqin, unë jam drejtuesi i kësaj kishe, se më ka zgjedhur populli besimtar. Edhe sigur të largojmë, por kam shumë mundësi që unë përsëri të mbetem këtu, të krijohet një këshill. Dhe unë do t'jap udhëzimet nga jashtë dhe juve do veproni si një trup i vetëm. Tini më të bashkuar, tini të vëmendshëm, tini të dashur, tini kompaktë, se e vërteta do triumfojë. Besimi im është që ajo ëndër e ligë nuk do të realizohet. Edhe populli tregoi, sepse edhe u punua në bazë shumë, me mish dhe me shpirt, kishim ndjekje nga forcat e errësirës na përgjonin, bile nuk na lejonin se çfarë material do të punonim në kishë, sepse vinin edhe na pengonin për të lexuar materiale jashtë besimit. Dhe të gjitha këto nuk arritën dot. Disa u munduan që t'i friksonin, duke bërë presion që do t'i arrestonin, do t'i fundin në burg, por ato materiale u lexuan, populli i dëgjoi, u indinjua edhe mori shpërblimin pas votës që u bë për kushtetutën. Ajo ishte kapitullimi i parë i asaj endre të keqe, i asaj dashakeqësie që u thurr në kurisë të popullit besimtar ortodoks të Shqipërisë. Do kisha dëshirë në këtë mes që kryepiskopi si timonier i asaj anijes që lundron ujërat të turbuta edhe në thellësi edhe me dallgë të mëdha, nuk u përmbys asnjëherë. Timonieri është Zoti, po ndihmës timonieri që im Zot Anastasi. Ata e kanë shoqëruar, edhe këtu dua, sepse ka shumë rëndësi që të kujtojmë dhe ata që kanë qenë për krasit e tij, që nga Galiti, që nga shoferi, që nga atë Konstantini, shoferi Mitropolisës Kosturit, do të kujtoj shumë njerëz të tjerë të nderuar nga Greqia dhe nga jashtë, që erdhën dhe dhanë kontribute, sidomos me hapjen e akademisë, ku mund të përmend Atilia Ketrin sot episkop, më 75 vjeçare. Dua të përmend Kristofor Stavropolin, një nga përftrinjt më të mirë organizatim të vitit parë. Mund të përmend mësuesit edhe murgjit e muzikës edhe të liturgjikës, Pater Ignation, Grigoriadin edhe Damaskinon. Mund të përmend atë Parasheva Zografa, një prift i talentuar, i embël i dashur nga Selanikë. Mund të përmend Pater Nikodhimin. Mund të përmend të vënë e Pater Efremit, theologot. Mund të përmend Pater Mitrofanin. Mund të përmend një prift i cili murg ishte nga mali i shenjtë, që pësovej një aksident dhe ndrojet atë Parthenon, furnizues me materialet nga më të rëndësishme. Mund të përmend dy nga teologët tanë të famshëm, profesor Bedulin, Teodor Papapavlin. Në këtë mori njerëzish, ka i të nderuar e të respektuar, kishte klerik, si edhe Nathanin nga Shtetet e Bashkuara, bashkë me të shoqen e ndjerë Linetën. Përmendet shumë motra të tjera që erdhën ishin pranë zyrës së kryepiskopit, që u kujdesen për klinikën, për veprën bamirëse shëndetësore që ngriti kryepiskopi, që është në qendër të Tiranës, edhe shumë klinika të tjera në rrethe. Mund të përmend kontributin në drejtim të arsimit të shkollave që ngriti ANECAN Shqipërisë. 2 universitete janë në Tiranë
logozi dhe frymëdashurie. Mund të përmendim shkollat e Korçës, shkollat e Gjirokastrës, shkollat e Durrësit. Të gjitha këto mund të përmendim kopshtet në të gjithë Shqipërinë, bile në disa qytete edhe nga 2, që njerëzit janë shumë të kënaqur, qoftë nga personeli, qoftë nga trajtimi. Një dashuri e madhe për fëmijët, për rritjen dhe edukimin, sepse fëmia i merr që në vogli, edhe ata tash janë në gjendje, jo vetëm atyre që kanë dorë, për të mësojnë edhe prindrit që janë disi të lëkundur. Kjo është vepër madhështore. Vepër mund të përmend shumë në sferën e bujqësisë, që solli një mekanizëm, një mendësi tjetër për punimin e tokës, sidomos në Muzeke, në Shën Kozma, në Ardenic, në Suk, në shumë fshatra të tjerë nga minoriteti që janë bërë edhe ekonomi të forta që ndihmojnë edhe kishën. Mund të përmend veprën bamirësi të ndërtimit të hidrocentraleve. 4-5 hidrocentrale. Kur dihet që vendi ujrave nuk u kishte dhe nuk mund të në kohë emergjencash nuk mund të furnizoj dot popullsinë për nevojat elektrike. Kryepiskopi t'i punoi mendja. Edhe vajti, edhe ndërtoi këto vepra që nuk do të harohen kurrë. Prandaj edhe u bë thirrje të gjithë klerikëve, të gjithë vëllezërve, ta njohin veprën bamirëse të Imzot Anastasit. Ai ka ardhur këtu edhe nuk do t'i marrë gjikundi. Ato mbeten këtu. Të vlera të patjetërsueshme, që neve po i gëzojmë, që të parët tanë i nderonin edhe nuk i pan asnjëherë. Vepra mrekulluese e Perëndisë dhe ndriçimi që i bëri Perëndia kryepiskopit Anastas është rezultat i punës së tij të pamohshme, i veprës së tij poliedrike, udhëheqëse shpirtërore, jo vetëm si një kryebari i mirë, por edhe si një qytetar i nderuar dhe respektuar. Neve populli i Korçës ja kemi për nder. Edhe ai sot gëzon një respekt dhe dashuri të veçantë, sepse ka marrë 3 çmime që janë më të larta për rrethin, që neve e kemi nderuar dhe respektuar. Ai mban në radhë të parë titullin qytetar nderi. Një rrugë i është vënë emri i tij, kryepiskopi Anastas, që është edhe në metropolia tonë. Dhe me të gjitha, ka dhe titullin honoris causa në Universitetin Fanoli. Edhe shumë të tjera mund të ishin bërë, edhe duhet të bëhen, por në radhë të parë të jemi mirënjohës. Brezat që të vinë pas nesh të dinë historikun, sepse ajo nuk është ndërtuar si në gjam, si në vaj. Ajo është ndërtuar me mund, me gjak, me sakrifica, me pengesa të shumta, por iri Perëndis, shpirti i shenjtë, asnjëherë nuk u mungoi na ndriçovi, na shenjtroi, na udhëheqi, na purifikoi, na pastroi, edhe sot jemi krenar dhe duhet këtë punë të madhe ta çojmë edhe tek brezat pasardhës.